me shumë përkushtim dhe shumë profesionalizëm ka mbuluar dhe ka ndjekur festivalin në të dy netët, festivalin e Pranverës, e ardhur nga Kosova dhe ne kemi shumë dashuri për Kosovën dhe e përmendëm edhe pak më herët me Rovena Dilën, e cila në festivalin e Pranverës bëri thirrje në 98-ën për ushtrinë çlirimtare të Kosovës edhe për gjithë situatën e ndodhur atje. Dhe jemi me kolegen Laura Kryeziu. Po pra. Ja nderuar, faleminderit që Mirë Roma. Si ju ka shku puna? A jeni bukur shumë, bukur as pak është kënaqësi me qenë, ju në këtë profesion jeni edhe vetë. Sa do që lodhemi është kënaqësi. Laura, mund ta mbash dhe mikrofonin se ndoshta e mësuar me mikrofonin edhe me intervistat e menaxhon më mirë vetë. Ndërkohë trego si kanë qenë këto 2 ditë dhe sa e ke shiju dhe sa ka pas edhe kënaqësi po edhe lodhje kjo punë. Lodhjen do ta them pastaj. Okay. Si ke këmbët? Si ndjen këmbët? Nuk i ndjen. Ashtu duket. Përndryshe është kënaqësi me qenë sidomos në një festival kaq të rëndësishëm që rikthehet pas 23 vitesh dhe duke pas parasysh që ka edhe emra shumë të njohur, por edhe artistë të rinj dhe natyrisht ta transmerosh këtë kënaqësi, këtë ndjesi, këtë dashuri edhe tek publiku shqiptar kosovar, që është një privilegj për neve që vim këtu edhe ju ndjekim juve. Dhe si e ka perceptu Kosova këtë festival, nga çka keni pa, nga gjithë sa keni përcjell në rrjete, në intervista që keni marrë? Derisa ne Kosova po kalon në 3 palë zgjedhje të parakoshme dhe derisa sot ishin zgjedhje dhe ekipi i Radio Televizionit Kosovës ka dërguar këtu edhe ekipën tonë për me ndjek, do të jep një rëndësi të veçantë dhe po të shoni sidomos RTK Radio, pjesa e RTK Radios edhe internetit, gjithandej ku kemi shumë shqiptar që na ndjekin anë mban botës. Kjo është do të thotë një rëndësi e madhe sa i jepet jo vetëm Radio Televizionit shqiptar, por shqiptarëve të Shqipërisë. Në fakt kjo ndjet edhe tek prezenca e artistëve nga Kosova në festival. Ka gjithmonë, si në çdo festival tjetër, janë të shumtë artistët nga Kosova që marrin pjesë me... Të themi ai mur që është shëndruar nga ata të cilët edhe na sunduan me shekuj, tashmë shëndruar në një urë dhe bashkëpunimet po shifen gjithandej. Jo vetëm në aspektin e kulturës, po në çdo sferë, kështu që nuk kemi ku të shkojmë tjetër, jemi shqiptar, Kosovë, Shqipëri. Absolutisht. Megjithatë folët për kënaqësinë, po the për lodhjen do flas pak më vonë. Ju kam parë që keni bërë punë shumë mirë, po përmendin pak edhe kolegun tuaj. Po, duke mos harru, faleminderit edhe që e kujtove, sepse këta pas kamerës e bëjmë punën më të madhe, kështu që i përshëndesim kolegët edhe nga Radio Televizioni Shqiptar, por edhe nga Kosova. Është Shpëtim Saliu me neve që kujdeset e aq më shumë për kilogramët e mi që duken pak më. Kështu që e ka një punë më të lozshme pak, por vërtet është kënaqësi të takosh emra kaq të njohur edhe e ka atë emocionin që moderatorët, vërtet është edhe gazetarët e terrenit kur e bëjnë punën, është një kënaqësi sepse njofton shumë njerëz, shumë emra, sheh çdo gjë, sheh ato skutat që nuk i shihni ju, do thotë në ekran, kështu që është emocion. Por është ajo lodhja që shkon nga një kënd në tjetrin, nga një cep në tjetrin, po bëjmë pak tash e them. A ka pas një artist që të ka befasu për mirë e një që të ka befasu për keq? Ose jo për shumë mirë? E din ti që ne moderatorët, gazetarët i ngjajmë pak politikanëve? Do më jepni një përgjigje diplomatike më duket. Po pra, të keqe nuk pam asgjë. Por gjëra të mira pam dhe ajo çfarë më bëri përshtypje dhe më erë shumë mirë që kanë pranuar ftesën edhe këngëtarët që kanë kënduar edhe vite më parë dhe të jenë konkurrent, sepse është ajo pak që ndihet ndonjëherë tek këngëtarët, ajo arroganca që unë të konkurroj me artistë të rinj, unë kam kënduar sa vite më parë, 23 vite më parë, sikur që ishte grupi Akull Thyes e të tjerë, kështu që kjo tregon do të thotë që nuk duhet të ketë dallime të tilla, sikur në festivalin ton të këngës të Radio Televizionit Kosovës të edicionit 3 që e kishim edhe kolegun ton Xuzin, një këngëtar shumë i njohur që konkuronte me këngëtar të rinj, kjo nuk duhet qëndroj asnjëherë sepse arti nuk njeh moshë dhe talenti natyrisht dëshmohet në çdo moshë, ndonjëherë. Duke pasur intervistuar të gjithë Irma Libohovën, Frederik Ndocin edhe nga të ftuarit, nuk e di sa e keni ndjek ju festivalin e Pranverës, sa keni pas mundësi edhe në të njëjtën kohë me njoft artin e artistëve që patën mundësi me intervistu? Edin, unë nuk kisha edhe shumë mundësi për ta ndjekur festivalin, sepse vazhdimisht isha në lëvizje, por edin si vjedhur azi e ndjeka, duke intervistuar të gjithë pjesëmarrësit,
edhe i tha të këndoni një refren të shkurt. Kështu që ndëgjova gjithçka dhe kishte vërtet këngë të bukur dhe nga titulli dhe ajo çfarë përmbanin këngët ishin këngë vërtet me mesazh shumë të rëndësishëm që jipeshin, si për dashurinë, si për dhunën, si për çlirimin e brendshëm që flitet pak e shumë gjëra tjera. Laura, faleminderit edhe për gjithë punën, edhe për faktin që erdhët në festivalin tonë edhe po keni bërë një punë kaq shkëlqyer për ta prezantuar dhe për ta përcjellë tek shikuesit në Kosovë. Po mendoni që unë do ik pa ju intervistuar edhe juve dyve këtu, sepse jemi edhe andej edhe këndej, si ndihesh ti andej? Unë ndihem mirë dhe me shumë emocion, edhe me zi e pres këtë moment sepse nuk ka të paguar me atë që ndodh në skenë, sepse këtu janë emocionet e vërteta.